Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi live në T7 me emisionin Zanat. Në Kosovë janë regjistruar 3 vrasje brenda 3 ditëve. Rasti i parë një 19 vjeçar vrau një tjetër bashkëpushtar. Rasti i dytë, pronari vrau punëtoren e tij sipas dyshimeve të para, pasi ajo e kishte lënë punën dhe kishte shkuar diku tjetër për të punuar. Kjo ngjarje pasqyron një mendësi ku si burr ashtu edhe si shef mendohet se jeta e grave u takon atyre. Rasti tjetër ndodhi në Prishtinë në lagjen më të frekuentuar gjatë Ramazanit, ku u vra një burr pa pasur lidhje me konfliktin e 2 burrave të tjerë, të cilët, sipas raportimeve, u kthyen nga Spanja pasi kishin pasur probleme mes tyre. Pra, çfarë problemi kemi me edukimin dhe kulturën ku një 19 vjeçar vret? Pse në raste të tilla e gjendit një hapësirë me i fajsu gratë? Çfarë problemi kemi me kulturën kur një grua vritet vetëm pse e ka lënë punën? Si kontestohet morali i grave kur edhe ato janë viktima? Këto dhe shumë temat e tjera do t'i trajtojmë sot me mysafir në studio, të cilin e kemi zotin Paris Guri, cili tashmë është zgjedhur edhe deputet i Kosovës, nga sot mund të themi zyrtarisht deputet, apo? Mirë se vjen Paris dhe faleminderit se të çej këtu. Me neve në studio është edhe avokati Naim Rudari, faleminderit shumë që ka ardhur sot, dhe që jemi me ne në këtë studio për të diskutuar këtë temë. Dhe shumë të tjera. Sonte edhe Paulina Nushi është me neve, faleminderit Paulina. Ana Kabashi, mirë se vjen Ana. Mirë se gjeta. Dhe Rita Bahadini, mirë se vjen Rita. Mirë se të gjej. Pares, po e nisim me ty, si e pe komplet javën e kalume ku brenda pak ditëve ndodhen shumë ngjarje. Unë nuk e kam përfshirë në hyrje, por kemi pasur edhe një konflikt të armatosur tek Albi Mall, ku është bërë një plaçkitje, edhe aty ka të vdekur nga të shtonat me armë dhe është një i cili është në gjendje jo të mirë. Kjo është një gjendje shqetësuese dhe për secilin tri është me një farë mënyrë një gjendje ongte kur e shet që po ka raste të vazhdueshme të vrasjeve dhe nuk po janë me një farë mënyrë nuk janë sporadike, po janë me një farë mënyrë sistematike dhe kjo tregon shumë për shoqërinë tonë, kjo tregon shumë për mënyrën që jemi rrit, kjo tregon shumë për mënyrën që jemi shkollu, kjo tregon shumë për mënyrën që jemi eduku në familjet tona, në shoqërinë tonë, edhe kjo tregon problem jashtëzakonisht të madh edhe të popullit të Kosovës, qytetarëve të Kosovës me problemet që i kanë me shëndetin mendor, për arsye që nuk mendoj që ne vrasës vjen deri te akti i vrasjes aksidentalisht ose momentalisht, mirë po kjo është një gjendje e cila ti e mrin me akumulim edhe me ndikime të ndryshme qoftë prej shoqënisë, prej rrjetit shoqëror, prej familjes, prej shkollës, shumicën e rasteve. Na kemi probleme jashtëzakonisht shumë edhe me e përmene edhe me edukim, kemi probleme shumë lloja me tekstet shkollore. Tekstet shkollore ka pas në të kaluamën raste kur mënyra që kanë trajtu edhe vrasjen e grave ka qenë tetë problematike, pastaj kjo mund me shty edhe deri te vrasja e grave, mirë po çka është shqetësuese është stigma që e kemi si shoqëni ndaj shëndetit mendor, unë mendoj që kjo është qelësi që shna si shoqëni i zhdosh me i trajtu qëto probleme. Mendoj që këto vrasje lidhen kanë bërë me shëndetin mendor? Absolutisht po, për arsye që një person që vret dikën ka probleme me shëndetin mendor edhe është me një farë mënyre produkt i kësaj shoqënie. Na nuk bën absolutisht që fojnë kryesore ka vrasëse, mirë po të gjithë vrasësit në Kosovë janë produkti i kësaj shoqënie, janë produkti jonë. Kështu që fajtori ne jemi si shoqëni. Na do të thonë kemi diskutuar si shoqëni. Edhe problem kulturor kjo, mënyra se si edukojmë, si i rrisim, dhuna, gjitha ndikojnë në jetën e njeriu që i bën edhe vrasës. Absolutisht. Dhe po janë arsye vrasës. Faleminderit. Zoti Rudari, ajo që dua të pyesën për një vend të vogël si Kosova, me pas 3 vrasje brenda 3 ditëve dhe duke përfshirë këtu edhe ndoshta brenda javës nëse i mbledh të gjitha, konfliktin armatosur të plaçkit aty një nga qendra tregtare, a ka siguri në Kosovë dhe cilat janë përgjegjësitë e institucioneve të Kosovës në këto raste? Po zanon, besoj se gjithë pajtohemi se kjo mund të quhet si java e vrasjes në Kosovë. Javë të tilla ka pasur shumë herë, shpesh herë, por fenomeni i vrasjeve përveç se një fenomen ballkanik do ta quaja kështu, mund të kërkon dhe nevojitet një studim, analizë
dhe vlerësim pak më i thellë, se sa që ne mund ta debatojmë në për studio apo në për institucione konkrete, dhe këto besoj se unë spaku nuk kam dëgjuar deri më tani që Akademia e Shkenca dhe Artët Kosovës kanë nxjerrë ndonjëherë ndonjë studim apo ndonjë rekomandim për institucionet përkatëse që të analizoj faktorët, rrethonat, cilët janë ata që vinë deri tek vrasjet dhe rrethonat dhe masa që duhet marrë për parandalimin e këtyre veprave. Nëse vlerësojmë këtë rrethon se a ka siguri në Kosovë, besoj se nuk mund të themi që s'kemi siguri, por janë disa faktorë që ne mund t'i numërojmë disa nga ata që ndoshta janë të faktorë ndikues te këto vrasje, siç është në masë të madhe përdorimi i armëve pa leje dhe tek personat jo adekuat. Po, siç lexova në media, nga raportet e policisë janë rreth 250.000 armë pa leje në Kosovë. Po zakonisht ato mund të nxirren nga ato sa gjinden dhe kjo mund të bëhet një farë lloj krahasimi, por gjithherë është ai numri i errët, siç e njeh kriminologjia, numri i errët të rasteve që nuk mund të dijen sa janë, por zakonisht në Kosovë, pra nëse dikush pyetet se dhe nëse dikush thotë se nuk ka armë në shtëpi, është befasi nëse i thuhet dikujt se nuk ka armë fare në shtëpi, dhe tani pra kjo është një mentalitet i krijuar që patjetër duhet ta kesh një armë. Por këto pra është shqetësuese dhe fakti se shumë të rinj bartin armë me vete, thuajse në përditshmërinë e tyre, duke mos përjashtuar faktin që ka armë edhe në për shkollat fillore, të shumta. Dhe këto besoj se duhet që të gjithë të vlerësojmë, të ndërmarrim hapat e tyre për të krijuar një farë lloj parandalimi. Nuk do të thoja këtë me zotin Guri, nuk pajtohem se është problem mendor tek secili, sepse nëse shkaktari i vrasjes ka probleme mendore, ai ka edhe rrethana lehtësuese, por ka edhe të atill që pra duke bazuar dhe kriminalistika jep një nocion që secili person mund të jetë një kriminal potencial, pra ka një arsye tek vrasjet. Duke marrë për bazë rastin e fundit tani, pra po e kuptojmë publikisht që ka psuar një person i pafajshëm, por në anën tjetër tregon këmbgulsinë e kryesit për të kryer cakun apo që ka pasur cak vrasës për ta vrarë. Pra atë sa unë kam njohuri, i vrari tani është i goditur me plumba, por është i goditur edhe me thik. Pra në përpjekje sipër është bërë ngulm që një person pafajshëm për ta vrarë, për ta eliminuar si pengesë për ta arritur deri tek vrasja. Dhe po ashtu edhe rrethona tjera, vrasje tjera që kanë ndodhur, lusim që mos ndikojmë sa do pak keq tani tek familjet që kanë humbur të afërmit e tyre, por si do që tjetë vazhdo të kontribuojmë sa do pak që eventualisht këto debate, këto diskutime të shkojnë në vesh të atyre, se unë mendoj se nevojitet studim pak më i thellë. Akademia e Shkencave do duhet të analizonte në detaje, me profesionalizëm, gjitha rrethonat, pra e tha zoti Guri që nuk është gjithherë ndoshta vrasësi fajtori kryesor. Ka rrethona që vinë, vrasit janë edhe të aty paratyshme, edhe me paramendim, dhe ka rrethona të ndryshme që sjellin deri tek vrasja, por nevojitet një studim pak më i thellë dhe eventualisht para përgatitje arsimore me kampanja të ndryshme, por Akademia e Shkencave duhet të japë rekomandime për institucionet se çfarë duhet veprohet. A duhet të eventualisht të amnestohen njerëzit dhe të ftohen për të dorëzuar armët me porosin se do të ketë pasoja represive shumë të rënda, dhe eventualisht do duhet të ishin masat më të rënda ndëshkuese për ata që mbajnë armë pa leje, sepse tek vrasjet pra nuk janë as pak të lehta dënimet për vrasje, por duke marrë për bazë gjithherë se vrasja pra po shkakton së paku, po dëmton dy jetë. Një jetë privon në tërësi, ndërsa edhe në anën tjetër dëmton një jetë, se së paku nëse marrim mesatarisht një jetë njeriu, një person që vret një person tjetër, së paku kufizon jetën e tij për një çerek jete. Pra zakonisht tek vrasjet, pavarësisht a është vrasje e rëndëmt apo vrasje e rënd, thuajse dënimet janë minimum 10 vite edhe deri në 20 vite më lart. Dhe kështu po besoj që nevojitet një vlerësim pak më i thellë dhe është një filozofi më e thellë kjo për të gjetur shkaktarët dhe rrethonat cilat janë ata që po çojnë deri tek vrasjet. Pra, duke marrë për bazë që ndoshta edhe perspektiva jo e sigurt e shumë qytetarëve tonë, dhe në anën tjetër duhet parë edhe kjo se nëse kryes shumë të vepra penale
kriminalizohen tepër dhe nuk kanë të ardhur në Kosovë, pra ata marrin rrugën e krimit dhe ne duhet të analizojmë edhe këto rrethana se si duhet t'i përmirësojmë dhe si duhet t'i rehabilitojmë qytetarët që kryejnë vepra penale, ndoshta ata që janë të përmirësueshëm, sepse ka edhe persona të tillë që janë të papërmirësueshëm dhe edhe për ata persona duhet gjetur zgjidhje dhe eventualisht për të arritur që të krijojmë një ambient sa më të sigurt në vendin tonë. Faleminderit. Paulina, përveç plashkitjes që ndodhi para një qendre tregtare, javën me këtë vrasje u fillua me 2 djemtëri me 2 fëmijë, sepse ata 19 vjeçaret mund të konsiderohen lirisht fëmijë, edhe pse ligji i parashe ndryshe. Pse mendon që të rinjt po përfshihen ka shumë në dhunë? Si që përmendi edhe avokati, në shkollat tona mund të gjeni pafund armë, pafund edhe armë të ftofta, thika dhe të ndryshme, mbaj mend një aksion të policisë në njërin prej shkollave të Kosovës. Një arsenal i tonë i arëve është gjetur brenda asaj shkolle tek të rinj. Pra ti kur e mendon që shkollë të mesme janë më shumë deri në moshën 17-18 vjeç, ndërsa në fillore 14-15. Ne kemi pasur më herët edhe vrasje të nxënësve. E mbaj mend në shkollën Helmir Rakovica, para shkollës Helmir Rakovica është vrarë një djalë 14 vjeç. Bashkë të shkolla atje, ku dy nxënës kanë pas një konflikt mes vete. Si e sheh përfshirjen e të rinjve? Në fakt, më ka interesu shumë për me pyet edhe profesionist të ndryshëm, për me marrë ndoshta një pasqyrë rreth asaj se cili mundet me qenë problemi me këtë shoqëri, ku ndoshta ne duhemi me kap fillin për me mujt me trajtu dhe me e ndryshu situatën. Ajo që ka hulumtova është që në Kosovë, vetëm gjatë vitit 2024, është rrit shumë kërkesa për armbajtje me leje, dhe moshat të cilët e kërkojnë këtë armbajtje me leje variojnë prej 90 vjeç. Pra, prej 90 vjeç e tutje, edhe pse sigurisht se nuk I lejohet një 90 vjeçare, fillon prej 21 vjeçari fiks, por kam pas kërkesa edhe prej 90 vjeçarve për me marrë armën me leje, dhe nga të gjithë ata qytetarë që ishin pyetur dhe kishin marrë armë me leje sepse të duhet, kishin thënë për me qenë më të sigurt, me u ndje më të sigurt, thjesht më bën me u ndje më I sigurt nëse e kam një armë. Pra, 10.000 kërkesa për me pas armbajtje me leje, dhe duhet me kalu goxha në disa procedura që sigurisht avokati mundet ma ndje dhe me I spjegu për me marrë armën me leje, dhe këtu tregon që qytetarët ndjehen të pasigurt. Dhe pastaj doisha me bë një ndërlidhje për me gjetë një farë lloj shkak pasojë edhe me shëndetin mendor që e përmendi Parisi, dhe sigurisht ndoshta për me marrë një burim të besueshëm dhe për me citu një informacion, kam kontaktuar edhe me doktor Ferid Aganin, që është psikiatër, dhe pyetja drejtuar doktor Aganit nga emisioni Zanat ishte se a ka një ndërlidhje mes shëndetit mendor, që u përfol pak më herë sepse dhe njerëzit në përgjithësi po e përfolin, por hajde të shohim se çka po thot një profesionist. Dhe doktor Agani thuhet se nuk mund të thuhet se vetëm çrregullimet mendore janë përgjegjëse për rritjen e vrasjeve, por studimet tregojnë se kur këto çrregullime janë të patrajtuara, mund të shtojnë rrezikun e dhunës. Kombinimi I shëndetit të dobët mendor me faktorë si varfëria, abuzimi me substanca dhe traumat e fëmijërisë e përkeçojnë problemin. Përmirësimi I shërbimeve të shëndetit mendor, këtu ku unë besoj se ne mundemi me bë më shumë, është një strategji e provuar për të ulur dhunën dhe kriminalitetin në nivel shoqëror. Pra po mbetet në duart e shtetit për me bë diçka. Dhe çka thot doktori, për të parandaluar krimin dhe vrasjet, është e domosdoshme që shëndeti mendor të trajtohet me seriozitet dhe të mos shihet si një çështje sekondare. Vëmendje veçantë duhet kushtuar procesit të arsimimit dhe edukimit të fëmijëve dhe rinisë shkollore, që duhet të mundsoj formimin e personaliteteve të rinjve, që disponojnë me mekanizma të pjekur të vetvetes për të kontrolluar tendencat agresive brenda tyre. Nëse nuk e kthejmë kokën nga shëndeti mendor tani, do të përballemi me pasoja edhe më të rënda në të ardhmen, paralajmëron doktori. Është koha për veprim, e shkruan sikur me një urgjencë kombëtare që do duhet të merrej me seriozitet shumë të madh, sepse po flasim për një njeri I cili e studion, e ka studiuar gjithë jetën e tij shëndetin mendor dhe është ekspert I kësaj fushë, dhe ne sikur I mbyllim sytë dhe vesht përballë problemeve me shëndetin mendor, dhe si shoqëri, por edhe si shtet, nuk fokusohemi në probleme të cilat I kemi të qarta.
kemi probleme të mëdha me shëndetin mendor, kemi probleme të mëdha me agresivitetin, dhe në momentin që kemi fëmijë agresiv, të cilët nuk arrin të kontrollojnë sjelljet e veta, pastaj lindin problemet, dhe kush do duhet të ishte aty për me ndihmu në këtë situatë, sigurisht do duhet të ishin institucionet. Ka vonë sakt me shëndetin mendor, Paulin. Shëndeti mendor jo domosdoshmërisht në kupton një njeri që ka një sëmundje mendore. Po, sharojmë për publikun. Në kupton një person i cili ka nevojë ndoshta të flas me psikologun, të shpreh ndjenjat e tij, të rinj, të cilët mund të kalojnë nëpër periudha ku ata kanë nevojë me njoft veten, edhe me fol me dikën, me i sqaruar ndoshta mendimet e tyre, të cilat mundet me qenë të përzime, edhe një profesionist mundet me qenë aty që mundet me qenë nëpër shkolla, në bashkëpunim me prindrit dhe mësimdhënësit. Ne fatkeqësisht këtë qasje e kemi jo në mungesë, po e kemi zero në për shkollat tona. E kjo të duhej me qenë alarm, sepse nëse këta 19 vjeçarët kanë pasur telashe, por e kishin folë dhe diskutu me dikë, që kish me i orientu drejt zgjidhjes së problemit, nuk kishin me pasur zgjidhje të problemit vrasjen. Do më thonë, ne mundemi me i parandalu gjërat nëse i trajtojmë problemet dhe nuk i neglizhojmë me idenë që janë punë të fëmijëve, janë të parëndësishme, ose nuk i shtym djemt e rinj drejt maskulinitetit toksik me idenë që po të pëlqen që ajo vajzë, e ti duhesh me luftu për qatë vajzë. E qysh lufton për atë vajzë duke e sulmu të tjetrin. Sepse kjo ishte ideja dhe motivi. Kjo për një vajzë, po s'ka të bëj kjo me se tendenca me i fajsu gratë gjithmonë. Nuk është faji aty, faji është mënyra qysh e mendon dikush. Pajtona plotësisht në Paulin, për shembull, familja e viktimës ka deklaruar, viktimës 19 vjeçarit, sa e kam lexuar në media, ka deklaruar që na nuk kemi të informuar për asnjë lloj problemi që e ka pas djali jon. Njëjtë edhe familja e vrasësit ka deklaruar që edhe ne nuk kemi asnjë informacion për problemet që ka mujt me i pos ai me viktimën. Kjo tregon që që atë sakt që e tha Paulina, do me thonë, nuk e kemi një kulturë të shprehjes. Problemet me shëndetin mendor nuk do me thonë, e përmendja edhe avokati që tha, kur ki probleme me shëndetin mendor, ki mos a lehtësuese, nuk po foli për raste skajshmërisht të çmendurisë, po do me thonë, ka probleme të shëndetit mendor më bazike, do me thonë, depresioni, stresi, ankthi, është një problem tjetër që na shumë pak e diskutojna. Unë kam qenë vetë nxënës, edhe fillimisht problematika e parë është që ka numër jashtëzakonisht të vogël të psikologëve nëpër shkolla. Do të thonë, është një psikolog për 1000 nxënësa, që pothuajse inekzistent. Që një psikolog nuk mund 1000 nxënësa as emrin edhe mbiemrin mi audit, e lëre më mi audit komplet historikun që pretendohet në shtetet europiane, secili psikolog që është përgjegjës për nxënësat e tij që i ka, ja audin historikun e familjes, historikun e vet. Problemi tjetër është në Kosovë që psikologët që janë nëpër shkolla, që kjo tepër pak diskutohet, janë jo profesional. Do me thonë, unë kam raste që di, edhe secili prej juve besoj që keni raste në shkollë fillore, në shkollat mesme, që një nxënës ka shku te psikologu për një problem të tij që e ka pas. Psikologu sen e parë që e ka bë, i ka tregu drejtuarit, i ka tregu arsimtarës, arsimtarja e ka kallëzu këjshikës, këjshikja e ka kallëzu këjshis, do me thonë, edhe kam përjetu të merë ata nxënësa që kanë pas probleme me shëndet mendor, edhe ju ka hu besimi komplet, do me thonë në një këm shoqni që ku ja u përmeni psikologën, se psikologën kanë ankth prej psikologët për arsye që në fëminimin e tyre, në shkollë fillore, në shkollë mesme, kanë pas përvoja jashtëzakonisht të hidhuna, për shembull i kanë kallëzu një çik 16 vjeç. Në një shtet normal, ai psikolog kish me u largu prej shkollës, kish me u largu prej punës, sepse e ka shkel etikën e vet. Një rast konkret, një shoqe e ja tregon qysh i ka tregu psikologët 17 vjet, i ka tregu psikologët që e kanë të dashur, e ka tregu për problemet që i ka me të dashurën, po nuk ka tregu psikologës për me ndollë me të dashurën. Ai ja ka thirr prindin, i ka tregu prindin, i ka thonë çika jote, ka dol fat, domethënë është jashtëzakonisht shqetësuese. Do me thonë, për që të ndikën te për shumë shëndeti mendor në vrasje. Tu e pos parasysh që edhe dhuna është zinxhirore. Do me thonë, nëse një i ri është i dhënshëm në shkollë, zakonisht shumicën e rasteve, ai ka përjetu dhunë, ai ka qenë viktime dhunës në familje. Që për çdo është kjo zinxhirore edhe ndikimi i familjes që e ka, edhe për çdo ka shumë rëndësi shëndeti mendor. Unë mendoj që po pajtona me
me parafolësit dhe përderisa jena të full për këtë pjesën, po du më ndërlidh me një serial që është bo shumë viral edhe e diskuton bashkë këtë pjesën për fëmijët, adoleshent dhe titulli i serialit është adoleshent dhe trajton bashkë këto çështje që prindërit nuk janë të vetëdijshëm për fëmijën e tyre se çka është tu kalu. Edhe tregon një ngjarje për një 13 vjeçar se si e vret një vajzë me thik, edhe ky gjithmonë kur u kthy prej shkollës ka shkuar në shtëpi, është mbyll në dhomë, edhe s'ka ful me kërkën. Dhe prindët e vet e kanë neglizhu, kanë thënë hajtë se është në telefon, hajtë se është u lujt, hajtë se, që unë i shoh shumë raste edhe në Kosovë të tilla. Po në fakt ata se kanë ditë një fëmijë me po djalë që s'ta mush synin që mundet me vrodikën. Edhe çështja këtë u shtjellojke rreth tij, po si e shtjellojshin ata, policia, psikologët, fëmijën, domethënë kemi një ngjarje shumë inspiruese që na tregon shumë te na sa mangësi kemi për me shtjellu këto ngjarje që ndodhin te na. Edhe mendoj që këtu kemi dështu si shoqëni, domethënë qasja tani shumë e madhe dhe shumë e lehtë në rrjetet sociale, që është masive për fëmijë, edhe mendoj që aty është e pa kontrolluar dhe aty paraqitet ty lifar dhune, që unë i kam 2 nipa edhe di kur vjen për shembull Noa nga një herë dhe më thot, ne kum pa këtë video në YouTube, çfarë do më thonë? Se i del, pa ndoshta hiç s'është e lyp, po s'ka kurfar kontrolle. Edhe ti si kime kontrollu atë pjesë kur shteti, institucionet e vendit nuk janë të afta për as gjanat elementare e limu këto të tilla që ndodhin te na. Kështu që unë mendoj që kjo është një krizë morale edukuese e shoqërisë tonë, edhe që në këtë pjesë kemi dështu, edhe nuk duhet me hesht. Na duhet në fakt me bërtit secili individ, sidomos prindërit, që mendoj që fëmijët sot janë në një krizë shumë të madhe, sepse ai çuni, domethënë në atë film, është e bazuar në ngjarje të vërtetë, dhe arsyeja pse e ka bërë këto është pse ajo vajza e ka refuzu, edhe ka bullizu, po njëkohësisht ky ka menduar që është i shëmtuar. Që unë mendoj që këto sene janë shumë të pranishme në shoqërinë tonë, edhe gjithmonë janë të Edhe këtë refuzimin e kanë kështu kulturor në shoqërinë tonë. Është shumë probleme e pranu refuzimin. Te na për shembull, këto gjëra ndodhin gjithkanë botë. Por atje din me i trajtu, edhe kanë njerëz special për me trajtu. Domethënë, ai fëmia kur shkoi në polici, nuk u trajtoi si kriminal. E trajtojshin si një fëmijë i cili ka nevojë për ndihmë. Edhe paramendojsha në Kosovë, si ishte trajtuar ai fëmijë? Domethënë, mënyra qasja ati policit ndaj ati fëmijës është qaq edukuese, qaq e mirëfillt, sa është ke djali mundi, sa është në panik, nuk di ka as vetë çka ka bu. Thash paramendo tash e lidhsha me Kosovë, qysh është trajtu një fëmijë të na, s'po them tash që janë këtë këqi, por nuk kemi njerëz të aftë, nuk kemi njerëz specialist për mi trajtu këto raste. Nuk do thotë që ti je person i keq, po thjesht nuk je i aftë me trajtu këtë çështje, atëherë duhet me pasi njëri që është adekuat për këtë rast. Edhe na nuk i kemi këto, as në shkolla, as në polici, as në shtëpi, në fakt, se edhe edukimi familjar ka shumë rëndësi, edhe prindi kur të lën ty mas dorës, thotë hajt se këshire telefonin që aty normal që fëmia yt ka me dal dorësh edhe nuk e din çka ka këshir, sepse ti do me hek qafe. Edhe këto kemi, domethënë, mos bëni fëmijë kur s'jeni të gatshëm. Mi marrën qafë, edhe fëmijën edhe veten, edhe se ai e mërë në qafë, edhe familjen e vet, që vujke baba i vet. Po, planon e fëmija është luks. Exactly, fëmija është luks. Po, më dhem shumë edhe baba vet, edhe nuna vet, edhe këtë familja vet u shkatru prej një veprimi të vogël të tij. Ata nuk ka nevojë më shkatru, po ka nevojë më marrë përgjithësi, po flas në përgjithësi. Po ishte e dhimbshme. Adin pa marrë parasysh se ai mendoi që ai besoi ke djalit vet. Përderisa është e dhimbshme edhe për 19 vjeçarin që është vrarë, që është viktimë, është e dhimbshme edhe për ato që kanë kryer atë me ngushëllu edhe familjarët se për një më besoj që janë të kaluar një tragjedi. Për gjithë viktimat. Për këtë viktimat, kështu që inshallah Zoti ja jap. Rita, në fakt ne nuk patëm vetëm një vrasje mes adoleshantësh, po patëm një vrasje të një gruaje nga një burr, i cili me pas vrau dhe vetëm, patëm edhe një vrasje në qendër të Prishtinës, një prej zonave më të frekuentuara. Kosova po përballet çdo ditë me dhunë të ndryshme, të cilat po përfundojnë edhe në vrasje. Është më shumë kulturore, është edukimi, kemi edukimin e tillë, çka po ndikon më shumë në këtë shoqëni kaq të dhunshme. Është absolutisht kulturore, është mënyra se si rritemi, është mënyra se si rrisim djemt, e kemi thënë 500 herë, vazhdojmë ta themi në këtë emision, në këtë tavolinë, që është mënyra se si rrisim djemt. Të gjithë këta persona, të cilët sot janë vrasës, janë burra, edhe janë persona të cilët
mund ta kuptoj që ndoshta kam probleme të shëndetit mendor, sepse ka presion të jashtëzakonshëm ndaj burrave, ndaj djemve, të mos shprehin ndjenjat, të mos tregojnë se si ndihen. Nuk e di, të mos qajnë, të jenë këta të fuqishmit, të fortët, të jenë gangster të llojit vet. Pikërisht, të jenë ashtu personi i cili nuk thyhet asnjëherë. Nuk jemi të tillë, s'jemi të krijuar të tillë. Unë mendoj që është një zinxhir arsyesh se përse ndodhin gjërat që ndodhin. Dhuna është shumë e shprehur në gjithë rajonin, edhe në Ballkan në përgjithësi. Ti e di që edhe ne në Maqedoni kemi raste të ngjashme, shumë para pak muajsh në fakt u vra një i ri pa pikën e faj, thjesht sepse rastësisht ndodhej në një ambient ku kishte një farlloj përleshje, kështu që është prezente në të gjithë Ballkanin. Kjo tregon që s'kemi vetëm ne, s'kemi vetë shqiptarët, po është mënyra se si rritemi, është mënyra se si mendojmë, është mënyra se si trajtojmë këtë çështje mbi të gjitha. Unë mendoj që vetmja mënyrë se si mund të parandalojmë janë dënimet, zanë. Duhet shteti të gjejë mekanizma për të përballur. Unë mendoj që shteti në përgjithësi, qoftë Kosova, qoftë Maqedonia, Shqipëria, funksionojnë me teorinë hajtë se zgjat 3 ditë, nuk merren në thelb me çështjen. Okej, është bërë e madhe, kemi një javë, do kaloj pas një jave, populli do haroj, do dalë një skandal tjetër, do merren me diçka tjetër. Edhe ne fatkeqësisht funksionojmë në një zinxhir të tillë harese. Harojmë se çfarë ka ndodhur, edhe shteti bëhet pjesë e një harese të tillë. Ne jemi përgjegjës secili prej nesh për situatën në të cilën ndodhemi, sepse secili prej nesh mban përgjegjësi për mënyrën se si jetojmë sot, se si sillemi sot, se si trajtojmë fëmijët sot, si rrisim këta fëmijë sot mbi të gjitha. Nuk më habit fatkeqësisht rasti 19 vjeçarëve dhe më vjen keq që nuk më habit, sepse do duhej të ishte një diçka alarmante për shoqërinë tonë, për të thënë që apo të jetojmë në Finland, sigurisht kishe me qenë e tronditur. Sinqerisht është diçka që të shinkohen çika isha habit. Se për që janë djemë dhe vritën në zvete, ose dhunohen në zvete, nuk befasona në një shtet normal, vajza e djemë sigurisht se janë tronditje për shtetin. Sepse gjëja parë që imësohet një fëmijë e djallë, momenti që fillon me kuptu është dhuna. Në shoqëri si kjo është dhuna. Dhe thot ti duhet të jesh i dhunshëm. Mua më shqetëson arsyetimi, Zan. Mua më shqetëson arsyetimi i vrasjeve, arsyetimi i dhunës. Që e shohim në rrjetet sociale, kupton? E ka vrasë janë zënë për një vajzë, e ka vrasë ka pas një arsye të caktuar me vrasja, nuk ka dhuna, nuk ka arsye. Nuk mund të ketë arsye, nuk ka një arsye në botë për cilën ti mund t'ja marrësh jetën tjetrit, sepse nuk është e jotja për ta marrë. Gjatë gjithë javës kemi pasur diskutime. Paulina, kërkoj falje, po duhemi të shkojmë me disa minutat marketingut dhe të kthehemi pastaj me njerë me debatin. Falë. U kthejmë për të vazhduar me diskutimin rreth vrasjeve të fundit në Kosovë, se çka po e shkakton gjithë këtë dhunë. Por është shumë e rëndësishme që ta dimë se institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë apo funksionojnë si duhet. Dhe këtë pyetje po du m'ia ushtru avokatit. A kemi institucione të cilat mund të na mbrojnë? Kështu po duhem ushtru pyetjen, se kur po them të na mbrojnë, po flas që a kemi institucione të sigurisë që mund të na sigurojnë neve rrugët e qytetit, vendet, sepse në shtëpi dihet si jemi, por a kemi edhe institucione të drejtësisë të cilat po e marrin një drejtësi tamam si duhet për këto raste që po ndodhin? Parem nuk ka siguri absolute, as nuk ka drejtësi absolute. A mund të na mbrojnë, po besoj se kjo është paksa relative, por duhet të ndërmarrin gjitha masat për eventualisht për të ndikuar tek parandalimi, sepse është jashtëzakonisht e vështirë. Shembull tani ta themi se institucionet përgjegjëse që janë të veshura me kompetencë dhe autorizime që të parandalojnë gjitha vrasjet apo të dinë se do të ndodhë një vrasje. Eventualisht ka mundësi që policia në bashkëpunim me AKI-n të dinë eventualisht ku ka probleme të theksuara dhe janë disa grupe tani pra që kanë një zinxhir të vrasje dhe dihet se mund të pritën vrasja, ata mund t'i mbajnë atë grupe nën vëzhgim dhe nën monitorim. Mirë po institucionet, do të thoja që do duhet dhe institucionet të analizonin mirë se çfarë masa do të ndërmarrin, eventualisht për të ndikuar tek parandalimi. Nuk është pra gjithherë siguri vetëm shqiptimi i dënimit, por duhet të bëhet një vlerësim post penal
pas rehabilitimit të secilit person, sepse dënimi pra ka një qëllim të risocializimit dhe reedukimit të një personi që është kryes potencial një vepre penale. Ne deri më vonë kemi pasur pra të skeduar personin që ka qenë në hetime, rastet kanë qenë të tezgjatura, dhe se cili do person që ka qenë nën hetime, pra i është pamundësuar që të punësohet diku apo të krijojë një karrierë të tij, dhe se përfundimisht personi ka dy rrugë, të merr rrugën e ardhmërisë së sigurt apo të merr rrugën e krimit. Dhe nëse institucionet ja pamundësojnë që ai të punësohet dhe të zhvillojë një karrierë të bëjshme, të arsimohet, të shkollohet dhe të ketë një ardhmë të ndritur, pra ai kur e ka të pamundur merr rrugën tjetër të krimit, pra siç janë vjedhjet, trafikimin me substanca narkotike, vrasjet, gjitha pra këto kanë një rrugë të errët e që ne nuk mund të shkatërrojmë shoqërinë dhe mjedisin tonë. Institucionet pra për mua është pak sa shqetësuese, nuk ka një praktik unifikuese. Shembull ta zëm, Prokuria Themelore Ferezajt nuk i cilëson fare si armbajtje pa leje, armë të ftohta thik, edhe nëse ato janë në publik, madje edhe nëse ato përdoren në vrasje, edhe nëse përdoren në sulm. Pra është në për regione tjera pra konsiderohet si armbajtje pa leje, thika. Si është mundur kjo në një sistem, në një shtet? Shembull ta zëm një prokurori të veprojë. Prokuria Themelore e Prishtinës, edhe nëse gjen armët në kuzhinë të një shtëpie, ka raste kur kam raste personale, po të flas nga praktika, konsideron se personi ka kryer vepër penale mbajtja në pronësi kontroll dhe posedim pa autorizuar të armëve, ndërsa Prokuria Themelore Ferezajt deri më tani nuk e dia do të ndryshoj kjo rrethon, edhe në rast të vrasjes, nëse vrasja kryhet me thik, sekuestrohet thika, por nuk ngarkohet personi edhe në veprën penale mbajtja në pronësi kontroll dhe posedim pa autorizuar të armëve. Dhe kjo pra ja mundson personit që ta mbart me vete gjatë gjithë kohës thikën, sepse ai nuk sanksionohet për thik. Për mua kjo ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese, kam ngritur këtë rrethon edhe në gjykatën e apelit në Prishtinë, kur kanë kaluar disa vendime të tilla pra vrasje me thik, por nuk është akuzuar askush dhe nuk është dënuar për mbajtje në pronësi të thikës, e që ligji për armët e ka specifikuar me saktësi se armë ftoft është cili domjet me cilin mund të shkaktohet lëndim, plagë e të tjerë, me kusht që ai të bartet në publik, në vende publike apo në institucione tjera publike. A kemi dënime të vogla në Kosovë? Dënimet sa i përket vrasje nuk janë të vogla, do të thoja kryesisht për vrasje. Mirë po ka edhe në gjykata në prokuri analizohen se në çfarë rrethonash ka ardhur vrasja. Pra, është vrasja për nga hakmarrja. Ne në të kaluarën kemi arsituar shumë vrasje nga hakmarrja, por juridikisht është më e rëndë sepse është vrasje me paramendim, me përgatitur, kohë të gjatë, e planifikuar për të kryer vrasje. Janë vrasjet në gjendje të afektit mendor që ndodh aty, por aty i sjell, domethënë pa fajin e kryesit në gjendje të tillë, kur dikush nga ofendimi apo sulmi i tepërt e sjell personin në ndikimin në tronditje të rëndë mendore dhe ai mund të kryejë vrasje, pa e paramenduar, por natyrisht është mjeti ai që i shërben për të kryer vrasjen. Dhe ka vrasje pra për qëllime të tjera, por dënimet janë, unë vlerësoj që janë të larta, kryesisht të larta. Dënimi parashit për vrasje të rëndëmt jo më pak se 5 vite dhe për vrasje në fakt jo më pak se 5 vite dhe për vrasje të rëndë jo më pak se 10 vite, por në praktik thoj se tek vrasjet kryesisht se ka dënime shumë më të ulta dhe më të larta, por mesatarisht 15 vite dënim me burgim merr një person që kryen vrasje me dashje. Dhe 15 vite jetë, pra nuk janë pak që nëse i mirën dikoj, mos ta krahasojmë tani me personin tjetër që privohet në tërësi nga jeta, por rrethonat e tilla, cili do kryesi veprës penale natyrisht se pendohet, por këtu do të ndajmë mendimin ndryshe që u përmend këtu që nuk ka vrasje të arsyeshme, ka raste kur arsëtohet vrasja. Kur arsëtohet vrasja? Edhe se e përmenda më herët që domethënë e drejta për jetë nuk është e drejta absolute, sepse që bëni shumë përshtypje, e drejta për jetë nuk është drejta absolute. Jo, janë disa të drejta që janë të drejta absolute. E drejta për jetë, pra është e drejtë themelore, bazike, secili ka të drejtën të jetoj. Mirë, po nuk është e drejta absolute, kur them për shkak se ka disa raste kur privohet tjetri nga jeta dhe arsëtohet ai privim nga jeta. Tash zëm shembull rastin e fundit, një person është privuar nga jeta në grabitje dhe besoj që nuk do dënohet askush. Dhe kjo ka një arsye për një prim jete. Vetë mbrojtje dhe në mbrojtje të diçka. Janë disa të drejta tjera, pra që janë të drejta absolute, sikur e drejta për mos u torturuar, asnjëherë nuk arsitohet. Dhe janë të drejta, për shembull,
që dikush mos mbahet në skllavëri, asnjëherë nuk arsitohet. Janë disa të drejta dhe një drejtë tjetër që mos të dënohet askush pa ligj, nuk arsitohet asnjëherë, por vrasja mund të arsitohet, por natyrisht është shumë specifike. Policia në këtë rast, në shumë raste edhe ushtria bajnë armë për atë arsye për t'i përdorur dhe për të ndaluar, vetëm se ata në rast të përdorimit e quajnë ndalim, cilën do rast e përdorin armën për ta ndaluar tjetrin dhe ai nëse vdes është fatkeqësi e tij konsiderohet kështu, por duhet të jenë rrethana shumë specifike. Po unë mendoj zan që kemi problem ne të paktën po flas për në Maqedoni edhe me policët të cilët janë të armatosur, me persona të cilët mbajnë armë për shkak të profesionit që ushtrojnë. Madje ka pas një tentativë tash që të ndryshohet ligji dhe të mos ju sekuestrohet arma në momentin kur paraqitet dhunë në familje, në qoftë se e njëjta nuk është përdorur gjatë dhunës në familje. Do me thënë, kur një grua raporton për dhunë në familje, nëse arma nuk është përdorur, nuk i mirej dhunuesit, gjë që vinte në rrezik automatikisht viktimën, duke pasur parasysh që s'është përdorur tash, por mund të përdoret pas 2 minutash. Ky ligj është ka dhënë me është tërhequr me kemi një qenë në studio me sa shoh. Është tërhequr ligji fatmirësisht me iniciativë të shoqatave jo qeveritare dhe me ngritje të zërit për këtë çështje. Mirë po, tentativat të tilla tregojnë që ne vazhdojmë të arsyetojmë dhunën, sidomos të burrave, vrasjen, sepse dhuna e dim shumicën e kohës. Urdhra? Bëhet fjalë për armët me leje apo pa leje? Për armët me leje, do me thënë policët, për vetë oficerët policorë të cilët kanë armë për shkak të detyrës të cilën e ushtrojnë, kishte një tentativë ndryshimi të këtillë, do me thënë ne jemi të gatshëm t'u ofrojmë të gjitha kushtet e volitshme vrasësve që të kryen vrasjen. Ne kemi edhe një ngjarje të ngjashme në Kosovë, një grup i cili ka bërë shantazhe, ka bërë publikim të fotove, përfitime të ndryshme, ku kryesori i atij grupi kishte marrë një dënim shumë të vogël. Se pash Paulinën që në fakt sot gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur gjykimin fajsues ndaj njërit prej të akuzuarve që është Florent Poroshtica me 21 muaj burg dhe 5.000 euro gjop. Çka kanë bërë këta? Kanë krijuar një grup i cili është thirr Alp Kings, edhe aty kanë ndarë foto dhe video denigruese të grave dhe vajzave të cilat pastaj kanë shantazhu në shkëmbim që të largohen ato fotografi e të japen para dhe në këtë formë edhe kanë fitu. Unë e kam marrë një qëndrim nga denigruese, por eksplicite. Avokati mbrojtës i palës së dëmtuar, avokat Kujtim Kërveshi, i cili thotë se gjykata ka shpallur gjykim fajsues sot ndaj njërit të akuzuar i cili ka pranuar fajsin për 2 vepra penale. Vjedhjen e identitetit dhe kredencialeve të cilën e ka kryer në bashkëkryerje dhe veprën penale të shantazhit. Kësaj shpallje i ka paraprir lidhja e marrëveshjes së pranimit të fajsisë nga i pandehuri dhe pranimi i fajsisë në gjykatë. Pala e dëmtuar që unë përfaqësoj në parim është e kënaqur me lartësinë e dënimit dhe pret veprimin e organeve të drejtësisë ndaj të dyshuarve të tjerë dhe të pandehurit ndaj të cilit është ushtruar akt akuza. Ideja është që gjithë këtë situatë në publik e kanë nxjerrë një grua gazetare dhe ajo ka qenë pastaj ka rënë prej viktime gjithë këtij rjeti për shkak se ka kaluar dhe numri i kolegës Ardian Thaçi në rjetin e tyre dhe pastaj sigurisht se e kanë torturuar dhe në këtë formë ideja dhe qëllimi i saj ka qenë që të vihet në publik dhe të shkatrohet ky rjet, që sigurisht u shkatru, por ta shtrohet pyetja te mendësia dhe te ideja se çka kanë dashur këta djem me bë. Këta e kanë krijuar një grup, fatkeqësisht në brenda aty grupit kishte pas edhe gra bashkëpunëtore, të cilët kanë ndeshur me i denigru gratë dhe vajzat e tjera, duke i prek në atë që ne më shumë të mendojmë që ju dhem në zemër është moralje, dhe në shkëmbim të kësaj të fitojmë para. Dhe pastaj e ndërlidh këtë me gjithë atë se çka diskutohet në shoqëri. Alp Kingsi në njërin anë i ke komente të cilët e komentojnë motivin e vrasjes së një gruaje që ndodhi në Vushtri, në anën tjetër tentojnë me ja hedh faje një vajzë të re që ne falë Zotit nuk dul asnjë emër, nuk u përmend asnjë emër për vrasjen e një 19 vjeçare, sikur ajo është motivi dhe sikur gratë janë gjithmonë aty për me e shty një problem tutje. Dhe çka ndodh? Kjo është mendësia. Njerëzit mezi presin me gjetë një arsye
për shkaktarin e problemit, me normalizu situatën edhe sigurisht me i fajsu gratë e vajzat e reja duke i prek në moral. Dhe unë son të këtu po ju them, në momentin që ju prekin moral, veç bëuni ma të forta. Nëse ju thirin, qysh ju thirin, ndjehuni të lumtura. Veç Paulina ta qarsojmë që morali nuk ekziston. Morali po bëhet fjallë, nëse ata një të kuptu qka unë jam të thonë. Ata po kuptu, unë po du me dalë me folë tash edhe në publik se qka diskutohet. Po ja qezëm një qike fotodesh edhe po e cedoj moralin e saj. Po së shturat vërë me dalë desh një qik. Ashtë nuk është moral me dalë me bo seks një gru? Kur që s'lidit kjo me moralin e që atë bashku gjohë. Morali është shpikje e burave me zanë. Shpikje e burave është që ti mbajnë në kontrol. Ata cilë për nashojnë, po më kuptojnë sakt se qka jem të thonë edhe ju po më kuptojnë. Ideja është që në momentin që ne mendojmë se i prekim gratë, i denigrojmë, i bëjmë të mbyllën, të ndjejmë fajtore, nëse i quajmë në emra denigrues, shpërndojmë foto dhe video të tyre, unë mendoj që kjo duhet me qenë, s'po du me thonë me u normalizu, duhet me thonë me u pranu prej grave, me u raportu në për institucione dhe mos me u ndiku. Mos me i rzu gratë si të pavlera dhe vajzat e reja me idenë që ka ndalë disa bura atje dhe meren me imazhin e juj. Në fakt, ata janë dhënu si ti e viktima. Që kjo është ideja. Dhe me thonë, në momentin që dikush... Po që më bëjë që kemi të bëjmë me një shëshni... Nuk trajtojt ashtu. Kemi të bëjmë me një shëshni edhe për ty Rita në një tapyte dhe për gjithë në panel këtu, të cilët dhunuesin e shohin mirë. Që është gangster je i mirë. Unë po lexoj këtu komente dhe i po ata ble bashkë është këqyrë për rastin e vrasjes këtu në Prishtinë që ka ndodhur, secili koment është më për krahas se tjetri për vrasësin. Për vrasësin. E përmendin emrin e tij dhe e quajnë Kingo. Mos flas për vrasjen vushtre. Mos flas për vrasjen vushtre. Se çka kanë ditë vrasës potenciale. Njerëzit për atë vrasjen vushtre kanë qenë vrasës potenciale. Në secilin rast të dhunës në kudo ai që për kroat, ai që është vrasës potenciale. Vrasja nuk arsyetuar. Jo vrasja, po edhe dhuna përgjithësi, cilat do lloj dhune. Mirë po, ka një fenomen gjatë këne ditëve dhe që këtë fenomen e ka përcjell ku gjotë nga ka përcjell njëve si shoqëni që gjithmonë merremi me shkakun, po dhe me thonë, një qytetarit nuk ishtë dosht me interesu fare arsyeja pse dikush e ka vrarë dikën, mjafton me ditë që dikush e ka vrarë dikën. Edhe ti s'ki drejt me vrarë dikën, pa marrë parasysh cila është ajo arsyeja. E vetë fakti që tema kryesore edhe klikime më të mëdha që merren janë për shkakun e vrasjes, edhe interesimi junë si qytetar. Që do të thotë kontroll të mediave, edhe mediat kanë shumë rol në këtë rast. Absolutisht po, edhe këtu ish dosht edhe mediat, qëta shkuën e fundit e kanë bërë një marrëveshje me një farë mënyre që për shembull që është shumë sa pozitiv, që rasteve të vrasjes nuk po i publikojnë si raste të vetvrasje për arsye që mos me kriju po sepse ndikohen të tjerët, është edhe ndaluar zinxhirore, kështu është ndaluar, mirë po deri para një viti ti ke pas. Po ne si gazetar nuk kemi të drejtë të raportojmë për rastet e vetvrasjeve sepse është vërtetuar që ndikon në rritjen e numrit të vetvrasjeve. Po deri para një kohë shumë të shkurt ka qenë praktik në Kosovë. Është vërtetuar, është tregu forma çysh e ka kryer aktin, ku është kryer, ku është gjetë, është mashkull, është femër, inicialet, pastaj dikur emri. Kjo është tek raportimi, por mua po më intereson. Edhe mediat luajnë rol të kërkesa e shkakut dhe përkrahje. Kjo është e shoqërisë. Kjo është mas një problem kulturor i joni. Unë mendoj që fillimisht Kosova për momentin na e kena një farë zymtësie, na ato e përjetu një farë në thujza me thonë një farë depresioni kolektiv, në momentin që quhesh mëngjes ti e sheh si ta qelsh cilin do rrjet social, Facebook, TikTok, cilin do që e qirë, ki veç vëner, lojme negative, shomje, fymje, fiton... Shumë në qasja shumë e letë në rrjetet sociale. është bo edhe Kosova një farloj Big Brother që kushdo që fyn, kushdo që shon, qaj është që i përmenet i komentet Boba Kingo, edhe mas një për qëtë dolin, qëtë komentet, që rreshtuhen mas ati që ata e konsiderojnë të fort. Për arsye që në Kosovë triumfon, edhe në rrjetet sociale triumfon, qaj që shon, qaj që fyn, jo qaj që ko
të drejtën. Jo viktima, nuk janë të urreshtu njerëzit me të vërtetën, janë të urreshtu njerëzit me të fuqishmit. Me të fuqishmit, po absolutisht është problem. Është problemi i edukimit edhe është problem i kjo lind qysh në bazament, do me thonë në familje, kjo nis prej familjes, nis prej babës, nis prej vllojt, qysh vllau e kontrollon ka një farë autoritetin mbi motrat e veta. Vllau edhe nëse është ma i vogël se motra, vllau vendos kur me dojnë motra dhe kur nësë me dojnë motra. Po, dhe pëse duhet me vendos ai për shembull. E kjo bëhet për shkak të fuqisë, kjo mas një ushqehet prej prindve. Që dalje dhe jashtë shtëpisë. Edhe mas një kjo dalje dhe jashtë shtëpisë, mas një kur një fëmijë, një djalë, një vllau, e ka qëtë autoritet mbi motrat e veta, para mena një që bën ai me dëshrën e vetë. Vajze, absolutisht. Po, se unë dëshira për grupin që është kriju, atëherë ata djemë, mashkuj, ata pidikojt kanë ardhë. Dhe më thonë, ata sigurt kanë non, kanë bob, kanë motër, kanë teze, kanë hall krejt. Dhe më thonë, nuk e di qësh s'mune me paramendu, qka nëse i ndodhë një gjë t'illë një familjarit të ti. Qësh mund është më konë që kaq i pa shpirt, ose që kaq idiot, komplet, për me shkatru jetën, mu quti me jetu për çdo ditë për me shkatru jetën dikuj tjetër. Dhe më thonë, na si shoqëni kena dështu komplet. So kam qenë para politikës, kam qenë pjesë e shoqënisë civile, kam punuar në organizatët qeveritare dhe kemi pas nisë një iniciativë tash për lidhje me rosën e Alp Kings që ka qenë ai grupi. E kemi pas krijuar gjatë pandemisë një grup me disa shokë dhe shoqe aktivista, e ka pos emrin ekziston halo këputë urrejtjen. E që kena bo që aty, i kena shti një 500-600 veta, me një grup të mbyllë në Facebook, që i kem një ufna dhe që e kem ditë që e kanë për një mes i kausi po dojnë me nëllë qëtë, e gjatë kohës së pandemisë, mas shumë të gjatë kohës së pandemisë ka ndodhë krejtë qëtu sene dhe o nisë që këtë trendi qëtu në sene negative, nuk e di është e pas spjegushme, mujnë me spjegu këtë. Mbyllja, më spëllë, i kemi postu në qatë grup, kanë lullzu problemet shumë në I kemi postu në qatë grup të gjitha fotografit, foqet, profilet, që e kam bo njëjtën sen që ka bo Alp Kings, ka pos edhe ma herët, nuk ka pos grupe të tilla, për ka pos që e qelni foqe në Instagram, ka postu fotografi të vojzave, kanë qenë edhe të mitura vojzat, që kanë postu fotografi të mira, e kemi postu që aty, edhe kër i kemi bo 400-500 veta e report, është mbyll foqja prej Facebookut. Kem pos bashkëpunim shumë të mirë, që përdu me falenderu edhe me Policinë e Kosovës me krimet kibernetike, që edhe krimet kibernetike kanë qenë tepër të efektive dhe efikase, kur i kemi lajmëru për qësi raste, me njerë kanë reagu edhe përmes mekanizma dhe lidhje tyne që i kanë mbyll foqet. Kështu që mena që i grupit është bo punë e modhe, po që a vëdu me thonë në është që na kanë shkru gjatë qasoj kohë tepër shumë viktima, që kanë qenë viktima të atyne platformave. Ka pos qik që i ka pos 13 vjetë. Po do imagjini që më ndodh me to. Po, edhe ajo do me thonë, ka dosh me mytë vetën. Po, edhe realisht zanë, këto janë storjet të cilat unë ndiqoj çdo ditë. E që kjo mas ne vjen pyetja edhe këtu te kontrolli i familjes, edhe Po nuk është gjithçka në familje. Familja nuk e ka idenë se çfarë ndodh me fëmijët e tyre. Po, që është problemi që familja nuk e ka idenë se çfarë ndodh me fëmijët. Shif, unë kam një vlla që është 14 vjeç për momentin. Besom që nuk është aq e lehtë sa thuhet. Ne jemi 5 persona në shërbim të një adoleshenti në shtëpi dhe prap nuk është e lehtë të menaxhohet, sepse ai është shumicën e kohës jashtë shtëpie. Nuk është brenda në shtëpi. Sado që ti e mëson një adoleshent që kjo është e drejtë dhe kjo është e gabuar, ai atje jashtë ka një 20 vetë tjerë të cilat ja thon të kundërtën dhe bie pre e presioneve për të qenë ai i pranuari në shoqëri, për të mos ngelur anash, për shumë arsye të ndryshme. Kështu që ne duhet të ndryshojmë mendsinë, mënyrën se si po i edukojmë këta fëmijë, mënyrën se si një vajzë 13 vjeç, nëse do të vetvritet për shkak se një person i caktuar do t'i shpërndaj fotografitë e saj, ose nuk e di, ne duhet t'i mësojmë që kjo është një gjë normale, që njerëzit fotografohen sot, me tesha, pa tesha, shpërndajnë fotografi, ne duhet t'i normalizojmë pak këto gjëra. Nuk është puna e madhe që do t'ju publikohet një fotografi fix. Puna e madhe. Rita, që dia zoti që po pajtohemi sonte. Apo, sinqerisht, vajzat duhet fillojnë edhe ta marrin pak më me sportivitet këtë çështje. Është trupi juaj, është e drejta juaj. Nëse do ti dërgosh dikujt fotografi, dërgoj, është e drejta jote.
po doli në publik puna madhe. Do me thonë, literally si thonë në anglisht, puna e madhe. Gëzuar, cheers. Jo, është puna e madhe, është e vërtet që është puna e madhe nëse ajo i kom bitë 18 vjetë, nuk është punë e madhe, Rita, nuk është punë e madhe, dëshira e një djali, më falë pares të mora fjallën, është dëshira e një djali 14 vjeç, 15 vjeç, 20 vjeç, sa do që oftaj, me u mundu, me shantazhu dikën me ata, me pas ajkët me ty. Aty duhet definitivisht institucionet me rrë. Unë e kam edhe për ndikimin të vajzat e reja dhe për më pëlqen kjo që po e thot Rita, në kuptimin që ne nuk mundemi gjithmonë me e parandalu atë se çka ka me bot tjetri, por mënyrën që ne e pranojmë veprimin e tjetrit ka shumë rëndësi. Të mos shkojmë deri te akti vetvrasjes sepse dikujt i garon me na shantazhu. E përmend edhe Paulina në sen që nuk po pajtona që këtu nuk bëhen krejt për qëllime të përfitimit financiar. Jo domosdoshmërisht. Alkingsi ka qenë, po jo të gjitha. Alkingsi ka qenë platformë ku ka pos qosje se cili njere, ka mujt me dërgu... Lideri ka fitu pare shumë. Po ka mujt me dërgu se cili... është mundësi, edhe kjo është zakonisht e shantazhimi tjetër. Më shumë hakmarje se so përfitim financiar. Që në çdo rast publikohen fotografit për përfitim financiar. Te Alp Kingsi, për çka dhe akuzohet, ky zotnia që e ka quajt vete lider, jashtë të quajtur i lider, që e ka emrin Florent Poroshnica, ky edhe ka përfitu financiarisht, dhe më thonë, në rastin e ti ka përfitu. Financiarisht, po ne kemi një rast para 2 javësh, kur i dashuri merë me ishte dashurin, i poston fotot dhe thot që unë ofrej shërbime seksuale falas. E thjesht puna e ne do të kalojmë këtë fazë. Do të kalojmë këtë fazë. Po sot i kemi krejt mundësit e mundshme ne të krijojmë fotografi të rejshme. Kemi krejt, ne kemi deepfake, sot unë mund të flas me zërin tënd, kupton? Që edhe askush mund ta vëreja jam una jeti. Kështu që ne do të kalojmë këtë domosdoshmërisht, se nuk do dim nëse do bëhet as normalitet sa që do kaloj. Ne duhet në momentin kur vajzat nuk do e pranojnë një gjë të tillë si cënim morali, e them edhe një herë, morali nuk ekziston si gjë, është shpikje e burrave për të mbajtur në kontroll gratë. Sepse çudi tresh vetëm gratë. Sepse vetëm për gratë vlen morali. Barën, unë e kam thënë një herë, barën e shtëpisë e mbajnë gratë e shtëpisë dhe moralin e shtëpisë deri tani e kanë mbajt gratë e shtëpisë. Është koha moralin, nëse ekziston, ta mbajnë burrat pak. Le të shohim pak se sa e rëndë është si barë për të mbajtur. Kur do edukojmë vajzat ne që puna e madhe që të shpërndahet një video apo një fotografi s'bëjmë seks ne, secili prej nesh, nuk është normale, nuk është proces biologjik. Pse duhet të jetë një gjë e jashtëzakonshme shpërndarja një video edhe një fotografie? Kur ne do kemi vajza me mendësi të tillë, burrat nuk do mund të shantazhojnë, sepse nuk do kenë këtë të shantazhojnë. Kështu që duhet fillojmë pak të ndryshojmë edhe ti motivojmë pak vajzat më tepër të jenë pak më të fuqishme edhe më të zëshme në këtë drejtim. Edhe baballarët dhe nënat ti pranojnë këto gjëra pak si më normale. Një adoleshent do të çojë një fotografi se s'bën. Jetojmë në një kohë të tillë, do dërgojnë një fotografi, do shpërndajnë, do bëjnë ato që bëjnë deshëm ose s'deshëm ne, sepse është biologjike, është natyrore, janë të krijuar të tillë, i ritëm si i ritëm, të seksualiteti është biologjik, nuk mund të humbet, edhe nuk është mëkat mbi të gjitha. Unë mendoj që njerëz duhet me kuptu që askush nuk i përket askujt. Edhe na kemi pak problem, sidomos mashkujt e kanë problem ti je jamja. Ti përket mu, ta mërmenje je paket. Sikur je pronë. Edhe ti je paket një dhuratë dhe ti takon ati. Po, unë pajtona me ritëm, po dhe pak nuk pajtona. Do me thonë, femra duhet me marrë kontrol jetën e vetë. Duhet me ditë, ta shumë ne kuptoj që adoleshenca i ka ato vështirësit e veta, po pak duhet me kontrolu vetën në atë aspektin që mos më të keq përdor kërkush. Sepse, pa marrë parasysh, ti mund është me thonë që mu s'manin, po nuk duhet me tani. Ti duhesh më kohën e zoja vetit, më spelon dikën tjetër me të ndiku ty, me të shti ti mu një keq. Por, nuk ki nevoja as vetëm me punë qatë pozit, sepse nëse del ty një video dika dhe shihet gjithka, nuk është diçka e mirë me u po. Jo, domosdoshmërisht mund është me parandaluar, edhe nuk mund të se burat që do fotografia video. Është pak, nuk po thonë që s'duhesh me çu. Është pjesë e një lidhje, është pjesë e një lidhje të adoleshentëve, është pjesë sot interneti nuk ka të ndalur, nuk ka interneti të ndalur. Kujdes, është trupi im. Ti duhesh me marr kontroll në jetën tënde, me veten tënde, mos më lën kërkon me të shtiti mu një keq, por njëkohësisht duhesh më kone kujdesshme, nuk mund është ti tash ti mu
te ti më quni fato dhe ta që të shpërndoje gjithë ka. Gru e martume dhe po e zëm që bashkëshorti im Ajo është rast tjetër, Paulin. Ajo është rast tjetër. Ajo është rast tjetër. Unë po them, edhe në një lidhje është rast tjetër nëse ti e don dikën. Ka pa marrë parasysh nuk bën sot mi besu kërkujt. Sot nuk dush mi besu kërkujt. Ti sot dush më kon shumë e vetëdijshme për çka je të bu. Nuk bën as shtëpisë tonës nuk dush mi besu. E lemoni të dashuri i cili po të shtrajton mos fotografi. Mos shoh fotografi, ka po live. Pse dush me çu fotografi? Po nuk është atë thjesht sa Dian. Sa lidhje funksionojnë. Nëse jena tu jetu në një shoqëri të tillë e cila paragjykon, sulmon, shkatërron në momentin më të vogël të mundit, atëherë ti dush me pas pak kujdes për veten tonë. Se nuk gjykohet buri? Se nuk gjykohet buri për video? Gjykohet më në që gjykohet edhe fakt. Gjykoj. A gjykoj unë? Mja po në një burrit. Një burrit mja po një video në Një kanal të video është vajza asnjëherë nuk është buri. Po jo, zaman ka njerëz edhe që kanë mbyt vetëm pse ka dalë një video edhe burra dhe femra tash unë s'jam ty arsyetu. Nuk duhesh me pas kujdes, mos me qit veten, rikun ça pikë, me shkatru veten. Automatikisht je për veten tonë, jo për mashkull. Në kjo s'ka bëjë mashkull. Jo, le të kem kujdes ata. Ka të bëjë me mashkull, ka të bëjë me veten tonë. S'ke qenë kujdesshme. Ka të bëjë me mashkull, ka të bëjë me veten tonë. Ti duhesh s'ke qenë kujdesshme. Është victim blaming. Kem kujdes ata që shpërndajnë, ata që të ndojnë. Unë nuk jem ka thëmë që ata e kanë mirë. Nuk jem ka thëmë që ata kanë mirë. Unë jem ka thëmë që në një shoqëri e cila nëse vesh një minet që ty ka me të shkatru, nuk po thëmë ti mos me qenë e lirë. Nuk të shkatron nëse ti si leje me të shkatru. Ti dush me marë për që ata po thëmë, ti dush me marë kontrol veten, edhe me ditë çka po vepron, edhe nesër mas nesër mos me thonë, mos me loni debil, me ta shkatru jetën ty. Po nuk e leje. Jena se jetun që atë ambienti, unë është me thonë që atë dush këto, po që aty të jetu. E çka bëjmë? E din ti që ka grupe të caktuara të njerëzve që shkojnë të xhirojnë në fund, në natë, në këtë. Si të jemi të kujdesshëm ndaj tyre? Ajo është tjetër sen, aty je sniki, aty je psikopat, ti je stalker, ajo është stalker. Nëse është dikush stalker, është tjetër sen. Nuk mund të lëm përgjegjësinë te vajza. Nuk mund të lëm përgjegjësinë. Ti dush me pas përgjegjësi, kjo secili duhet me pas përgjegjësinë për vetë, si mashkull e si femra. Nuk jam të thonë e mirëmban këtë gjendje në të cilën jetë. Jo, se mirëmban, nuk e mirëmban. Ti vetë dush me pas kujdes. Sikur s'ka nevojë pas kujdes për sikur me pas kujdes kur të marr një allti në dorë, kur të merr allti në dorë ti zemra eme, edhe aty dush me pas kujdes. Njëjtë është, edhe nëse ty të kërcënon dikush, edhe një femër nuk është e në gjendje ose të aftë psiqike për me përballu çto, ti dush me pas kujdes. Nuk jena në ato me përballu çto sene. Nuk jena në ato, nuk kena mrin çat pikën që femra duhet mundi unë musmanina më ka dalë një video, nuk kena mriç aty. Unë I wish me mriç aty, po nuk kena mri halo. Nuk po kena duhet gradualisht të mri. Gradualisht duhet të mri. Vendosim edhe mri. Nuk duhet të ti me vendosë aty, nuk je zak me vendosë. Jo. Me funksionu shoqënia për nesër. Po, ashiqare, nuk është shoqënia funksionon çështo. Jo, najna të kaloni tranzicion që s'dina as vetë çka ne të do. Tranzicion, jo, nuk është të thonë ki kujdes. Jo, tranzicioni janë kujdesia jote. Ti do të marr kontrollin për trupin tënd. Ti vendos për trupin tënd. Ti vendos anything. Ajo më jep fuqin dikujt tjetër, me bot ty diçka. Ja jep, se mi tavë në shoqërinë tonë nuk është gjendje më të dalluar. Uroj mos si ndodh kërkuj në familjes juve dhe fotografi me bikini. Unë zanë kam fotografi me bikini në Instagram tanë sa dush. A i bie kjo që ti si e kujdesshme? Jo zanë, ajo është diçka tjetër. Jo, nuk është diçka tjetër. Na jam të fol për fotografi eksplicite nudo. Nuk jam të fol për bikine. Njësoj. Nuk janë njësoj. Sutjena se pata një sutjen. Janë njësoj në qëtë ambient, nuk janë njësoj. Pse dush me jap ti fuqin dikuj tjetër për me të shtiti munisë se nuk je fuqin është trupi e. O zamra nuk jeti e ot me te kalu çfarë. Është trupi e bëj çka duhet edhe tjetri s'ka absolutisht fuqi. Pajtona me ty. Pajtona me ty komplet 100%. Unë jam të thonë që te si famën, na si shoqni nuk jena halo në atë pikë për me përballu. Se nuk shumë me flok. Po duhemi, urojmë shumë shpejt. Na prej këtu e luftojna këtë mendësi, këtë çështje më u thon, grave jo
kujdesuni, ju fshehuni, ju mos u tregoni. Mos u fshehuni, dini krejt. Mbani kontrollin vetës trupit tonë, mos ja fuqikë kujt tjetër. Nëse një gru e ndon një fotografi, e ndon me një person që e konsideron të besueshëm, kur ajo trahtohet është viktim. O nditë sotit mos i beso kërkujna. Kërkujt mos i beso. Dhe pikë. Po nuk jetojmë në një botë të tillë. Jetojmë në një botë të tillë. Turpi edhe përgjithësia edhe duhet me qëndru mbi ato që shantazhojnë. Pajtona unë me juve. Jëm ka pajtona me këtë pjesë. Ju si të më kuptu mu që ka e më unë po du, sepse jemi në minutat e fundit, po du me marrë edhe nga një mendim prej Farisit edhe prej avokatit, se çka duhet bëjmë që në mënyrë të zbusim pak dhunën, të zbusim pak këtë ambient agresiv në të cilin po jetojmë. Sepse nuk po bëhet dhunë vetëm në fizikisht, nuk po bëhet vetëm në vrasje, po kemi edhe dhunë në për rrjetet sociale dhe mënyra komunikimit që e bëjmë është një farforme shumë e dhomshme. Çdo ditë marrim komente, çdo ditë marrim mesazhe kërcënuese, sulmuese, linçuese, bullizuse. Çka duhet bëjmë pak, cili duhet të jetë çësia jonë edhe si shoqëri edhe si institucione për ta zbutur pak këtë gjendje. Unë mendoj që disa veprime me ndërmarr. Fillimisht mendoj që do të me punu shumë qeveria, institucionet shtetërore, me punu me institucionet e arsimit. Se mendoj që prej aty fillojnë problemet, i përmenëm edhe më herët tekstet shkollore, i përmenëm edhe më herët qysh kur ka hy policia në disa shkolla, s'kur me himen ai kazerm të ushtrisë kanë gjetë arsenal të madh të armëve, dhe do me thonë që aty kultivuhet që ajo ndjenja e dhunës, edhe na këtë kemi qenë në shkolle, se cili unë për vete në shkollën tem, gjithë ditë ka pos raste të rrahjes. Do me thonë ka qenë normalizu në dhuna deri me një farë mënyre. Unë menoj që na si shoqëni duhet me u alarmu të gjithë, fillimisht me pranu që ka dhunë, mos me mohu që ka dhunë, se menoj që hapi parë është me pranu. Është e keqe. Po, me pranu që dhuna është e keqe. Edhe me pranu që është e keqe, sepse kemi nevojë me pranu këto. Po këtu do të me thonë një farë përzimje këtë komponentave për me mujtë me ndryshu diçka. Do me thonë, tu janë njës prej familjes, mu diskutu në familje, mu diskutu prej prindve të thmit, mu diskutu prej prindve të djemë sidomos, që dhuna nuk është zgjidhje, që ti s'ki drejt me rre dikën që është ma i dopë se ti, fizikisht. Po asë dikën që është ma i furt se ti fizikisht, po s'ki drejt me thonë me rre. Me diskutu në mësust, arsimtarët, mas të institucionet e shtetit, denimet me qenë ma korrekte. Na e përmenëm që denimet jenë të mëdhoja mirë, po mas ne me njëherë fillojnë masat letësuse që i merë një person. Personat që hynë në burg do të me jo veç me u la në burg edhe me u posi mas denuse, po të me u punu me rehabilitimin e tyne. Zakonisht në dhenin tonë, ata që hynë në burg si kriminal, dolin edhe ma kriminal prej burgut për arsye që aty kanë lloj raste të tjera në qelit e tyne, ku ata profesionalizohen në shumë aspekte të tjera, kur dolin shumë ma kriminal që kanë hyrë për arsye që nuk ka një sistem rehabilitimi. Mas ne ma rëndësishme, unë prap po thëm edhe menoj që është shëndeti mendor, edhe unë menoj që duhet me u normalizu me shku të psikologu. Kur të shkon të psikologu, kur të shkon të psikologja, ti e kupton që edhe nëse nuk je rrit në qatë mënyrën e duhën perfekte në familje, ti i kupton, e i arsujeton, edhe i gjenë disa rrugë të tjera që shmësh me i te kalu që ato probleme që i ke pas, edhe mësohësh me kulturën e komunikimit, me full me prindin, me full me shokën, me full me shoqen. Problem tjetër në Kosovë jenë edhe vetvrasjet. Edhe kjo është një problem jashtëzakonisht i madh në Kosovë, që duhet edhe kjo me u trajtu me urgjencë tepër të madhe. Kena pas numër shumë të madh të vetvrasjeve vitet e fundit. Kështu që krejt që tu menoj që lidhen me shëndetin mendor, dhe menoj që prioritet duhet me pas qeveria shëndetin mendor. Faleminderit shumë. Avokat? Sa i përket parandalimit të dhunës, unë mendoj përgjithsisht, nëse mund ta themi, do të kemi kujdes familja kryesisht dhe shkolla, dhe eventualisht në familje tani, si që dimi, janë shumë prezente, pra rrjetet sociale tek fëmijët, teknologjia tepër tek fëmijët dhe eventualisht koncentrimin e lojra me përmbajtje jashtëzakonisht të rrezikshme, e që të njëjtat mund të krijojnë edhe përshtypje tek fëmijët dhe prirje për të praktikuar dhunë. Desha shumë shkurt dhe thjesht të ndaj edhe njëherë këtë fenomenin e vetvrasjes,
e përmendën Paulina dhe Rita që si gazetare eventualisht nuk do të merren apo nuk merren kryesisht me vetvrasjet për shkak të parandalimit. Nuk raportojnë. Mirë po, do ta kemi në ndërdije dhe këtë se tek vetvrasjet edhe në praktik, pra dhe institucionet që janë kompetente për të vlerësuar këto rrethona, nuk merren me shkaqet e vetvrasjeve, e që në shumicën e herave, përveç raste kur ka çrregullime psiqike e mendore, pra ka shtytje në vetvrasje. Vetvrasjet nuk janë vepra penale se s'ka kusht të sankcionohet, por shtytja në vetvrasje është vepër penale dhe zakonisht nuk po ndërmerren hapa hetues dhe vlerësues se cila shtytja në vetvrasje. Ka shumë rrethona, pra që unë i di tani, kam raste që duke më marrë drejt për drejt, që tek vetvrasjet është drejt për drejt faktori shtytës e që nuk merret askush me shtytjen në vetvrasje, që do duhet në të ardhmen të merremi pak më shumë me shtytje në vetvrasje, sepse ka rrethona të shumta që vije deri tek vetvrasja, por askush nuk ja merr vetes jetën nga qefi dhe dëshira, por ka një arsye të thellë dhe ndoshta tepër të rëndë pak të këtu është momenti kur duhet me kërku arsye. Dhe do duhet që saktësisht të merrem edhe me këtë fenomen. Faleminderit shumë Paulina, Rita, Adana, shumë shkurt diçka që keni thënë për temën sepse jemi në sekondat e fundit. Ble kemi të kalu kohën. Kur kjo shoqëri tenton me ju prek në atë që e quajnë moral veç se jeni gra, aden mos ja unin heq. Me që të kaloni Rita? S'po shtoj unë, faleminderit. Ana. Unë po shtoj. Unë mendoj që nuk bën mu normalizu këto situata, institucionet duhet me reagu urgjent, edhe është çështje jetë apo vdekje. Domethënë nuk ka këto diçka që mundet më bu normale, kështu që është urgjente, është urgjencë kombëtare. Që të merrem me sigurim, por edhe me edukimin. Pares na Emrudari, faleminderit shumë që keni qenë sot me neve, keni ardhur me diskutu një temë kaq të rëndësishme që po ndodh në vendin tonë, sepse dhuna çdo ditë po përhapen në forma të ndryshme, në lloje të ndryshme dhe mendoj që është tema që duhemi të diskutojmë më shumë në secilin studio. Paulina, Rita, Adana, faleminderit ju, falenderoj edhe juve. Unë ju falenderoj juve që na keni ndjekur, juve shikues, dhe ju ftoj që të na ndiqni në javën tjetër me një temë tjetër. Natën e mirë.